Por Zoti e orienton njeriu që gjëja më e rëndësishme është të mbushë kohën e tij me adhurimin e të Madhit Zot. Disa është puna e adhurimit, domethënë nga që është i përhershëm dhe i vazhdueshëm, sado pak që të jetë në momentin që bëhet i rregullt, ai bëhet shumë. Për shembull le të themi, dikush ja vën detyrë vetes tij që në çdo namaz të lexojë për shembull le të themi 5 faqe kuranore ose 4 faqe kuranore. 4 faqe kuranore në çdo namaz do të thotë që ty të marri ekstremi 10 minuta. Mirë, po në momentin që ti këtë bën çdo ditë, do thotë që bën një xhuz. Do thotë në çdo muaj ti e lexon një herë Kur'an. Do thotë në çdo vit ti bën 12 herë khatme. Pra një asgjë e bër vazhdimisht shumë. Një ajet kuranor po të mësosh në ditë, ë? Sikur vetëm një ajet kuranor, pra njeriu të mësojë në ditë, ti je i sigurt se për 2 vjet ose për 3 vjet ekstremin, 4 vjet do të jetë hafiz Kurani, për 4 vjet do të bëhet hafiz Kurani. Pra, sikur vetëm një hadith pejgamberit alayhis salam të mësojë në vit, ai për le të themi për 5 vjet, për 6 vjet bëhet hafiz i Buhariut, e për 5-6 vjet tjera bëhet hafiz i Muslimit, përveç Kuranit flas. Pra, janë disa gjëra që po të bëhen vazhdimisht, domethënë është mirësi e madhe. Falja e syneteve rregullisht. Falja e syneteve rregullisht do të thotë në le të themi në një vit do të thotë që ti të falësh 3600 sa namaze. Në momentin që ti i lën, do të thotë se ti mirë po falja e syneteve nuk është asgjë faktikisht. Domethënë falja e syneteve përveç farzit, gjitha synetet bashkë me farzet shkojnë 1 orë në ditë. Pra gjithë dita, mirë po 1 orë në ditë, i thon gjatë gjithë vitit, llogaritë se sa është mirësia dhe shpërblimi. Pra dhikri, le të themi 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sa merr për njeriu, 100 herë subhanallah, 100 herë alhamdulillah, 100 herë Allahu akbar, 100 herë astaghfirullah, sa merr për njeriu shumë pak. Mirë po e bër çdo ditë është shumë. Për këtë arsye ka një fjalë shumë të bukur profetike që thotë puna më e dashur tek Allahu është ajo që është e përhershme edhe nëse është pak. Pa bërja program, pavarësisht se sa është sasia, ajo është e dobishme shumë sepse shumësohet në shumë.